Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, po ndiqni lajmet e gjuhës shqipe në televizionin K3. Gjatë vizitës në Gjevgjeli kanë porositur se është e nevojshme që sa më shpejt të gjendet zgjidhje për krizën politike në Maqedoni. Euroambasadori Aivo Orav dhe ambasadori britanik Charles Girth. Euroambasadori Aivo Orav dhe ambasadori britanik Charles Girth gjatë vizitës së djeshme në Gjevgjeli kanë porositur se është e nevojshme që sa më shpejt të gjenden zgjidhje për krizën politike në Maqedoni. Orav ka shprehur keqardhje për reformat që është dashur të bëhen dhe që nuk janë bërë deri në fund. Kemi vërejtur se më shumë parti politike nuk do të marrin pjesë në zgjedhje, se lista zgjedhore nuk është pastruar, shumë vështirë po zbatohen reformat në media dhe se problem serioz është vendimi për abulim nga ana e presidentit Ivanov, ka deklaruar Orav. Ai ka shtuar se me marrëveshjen u parashikua që të mbahen zgjedhje të besueshme, por se për momentin nuk po ka sinjale se kjo mund të realizohet. Megjithatë, besoj se qëllimi i çdo lideri politik është që të gjejnë mënyrën për të dalë nga kriza dhe shpresoj se këtë së shpejti do ta bëjnë edhe liderët politik në Maqedoni, ka shtuar Orav. Nga ana tjetër, ambasadori britanik Charles Girth theksoi se është e nevojshme të arrihet marrëveshje urgjente për të dalë nga, siç tha ai, qorsokaku i tanishëm dhe tërheqjen e vendimit për falje nga Ivanov, nga se ka potencuar Girth, më e rëndësishme në çdo shtet është sundimi i së drejtës dhe barazia të gjithë qytetarëve para ligjit. Sa i takon çështjes së ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit mes Kosovës dhe Malit të Zi, kjo marrëveshje duhet të realizohet para se Bashkimi Evropian të marrë vendimin final për vizat. Kriteri vënë nga Komisioni Evropian që Kosova të ketë ratifikuar marrëveshjen për demarkacionin para se Bashkimi Evropian të marrë vendimin final për vizat nuk ka ndikuar në përshpejtimin të këtij procesi. Qeveria e Kosovës nuk ka treguar se kur do ta procedojë marrëveshjen për ratifikim. Në asnjërin prej dy seancave të cilat janë caktuar të mbahen këtë muaj, në rend të ditë nuk është edhe ratifikimi i kësaj marrëveshje. Në qeverinë e Kosovës, e cila duhet t'i propozojë kuvendit ratifikimin e projekt ligjit për demarkacionin, kanë thënë se kjo çështje do të dërgohet institucionit ligjvënës në afatin më optimal dhe në koordinim me faktorët tjerë, siç i takon çështjes së ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Për këtë çështje do të vendoset në Kuvendin e Republikës së Kosovës në koordinim me faktorët relevant politik e institucional, brenda një afati optimal, thuhet në përgjigjen e zyrës së kryeministrit kosovar. Bashkimi Evropian shtyn kontrollin kufitar për 5 vende: Austrinë, Gjermaninë, Danimarkën, Suedinë dhe Norvegjinë. Thuhet që vendet duhet të informojnë njëra tjetrën për vendodhjen e saktë në të cilën kanë në plan që të kryen kontrollet për fluksin e emigrantëve të refugjatëve kohëve të fundit. Bashkimi Evropian ka marrë një vendim i cili hyn në fuqi menjëherë për të lejuar Austrinë, Gjermaninë, Danimarkën, Suedinë dhe Norvegjinë për të vazhduar kontrollet kufitare edhe për 6 muajt në mënyrë që të përballohet fluksi i refugjatëve. Bashkimi Evropian shtyn kontrollin kufitar për 5 vendet në fjalë. Në njoftimin e Bashkimit Evropian thuhet se në mënyrë që të kontrollohet duhen të jenë në shenjestër frekuencat e punës, vendi dhe koha, masat e nevojshme për të përgjigjur kërcënimeve serioze dhe për të mbrojtur politika publike dhe siguria ndërkombëtare. Thuhet që vendet duhet të informojnë njëra tjetrën për vendodhjen e saktë në të cilën kanë në plan që të kryejnë kontrollet. Ministri i Brendshëm gjerman Thomas de Maizière tha se kohët e fundit vendi i tij do të bëjë kontrollimin kufitar që ishin vendosur në shtator pasi Komisioni Evropian miratoi këtë veprim. Ai vuri në dukje se Policia Federale Gjermane duhet të vazhdojë me kontrollet në mungesë të kontrollit efektiv të kufive të jashtëm të Bashkimit Evropian. Padyshim se futbollistët më të paguar në botë vinë nga ekipet më të mira sportive. Cristiano Ronaldo, futbollisti më i paguar në botë për vitin 2015, arrin shumën 71 milion euro. Pas ka lënë rivalin e tij nga Barcelona, Lionel Messi, me 67 milion euro.
Futbollistët më të paguar në botë padyshim se i takojnë ekipave më të suksesshme sportive. Cristiano Ronaldo, futbollisti më i paguar në botë për vitin 2015. Sipas portal Forbes, futbollisti më i paguar për vitin që kemi lënë pas ka qenë ylli i Realit të Madridit Cristiano Ronaldo. Ylli i Realit të Madridit ka përfituar 71 milion euro, kurse pas ka lënë rivalin e tij të Barcelonës Lionel Messi me 67 milion euro. Sulmuesi i Paris Saint-Germainit Zlatan Ibrahimović i treti, por me distancë më të madhe prej të dyve të parëve, edhe atë me 32 milion euro. Në fund të kësaj liste i shtohet edhe Neymar me 31 milion euro, Gareth Bale me 29 milion, Luis Suarez me 20 milion dhe James Rodriguez me 18 milion euro. Moti sot në mbar vendin ishte me vranësira mesatare dhe me temperatura të ulta. Në disa pjesë të vendit pati edhe kushte për reshje shiu. Temperaturat e paraditës lëvizën nga 0 deri në 5 gradë Celsius, ndërkaq temperaturat e ditës arritën nga 5 deri më 23 gradë Celsius. Me informacionin e fundit mbi motin po e përmbyllim këtë edicion lajmesh. Ishte kjo e tëra që kishim përgatitur për ju. Natën e mirë.